Maestro Lektasin, me Eno Koçun, me Tomas Imakun, kompozitorin dhe Alfred Bualotin. Kujtoj se s'kam marrë njeri. Kështu që i takon Luka është i gjashti në radhë, ne jemi duke majtë ritmi një herë në 2 muaj, me pas një ose edhe pak më shpesh i takon në të vërtet, me pas një njeri special të ftuar, dhe Luka me të vërtet është një njeri special. Është fjala për Luka Mjedhen, i cili është një shqiptar i lindur në Kroaci, në Zagreb, edhe ku edhe jeton dhe bën aktivitetin e tij si artist, si fotograf. Ai ka disa libra me autorsinë e vet, disa libra me fotografi, këto janë gjitha, ka shumë libra. Të është e vërteta. Ai gjithashtu është kujdestar i një galerisë më të madhe që gjendet në Zagreb për fotografinë, dhe me këtë rast dhe do shurtojmë edhe mundësinë se si mund të kemi bashkëpunim edhe më të shpeshta me galerinë Mjeda në Zagreb. Por kësaj radhe Luka Mjeda vjen për të promovu librin të cilin unë nuk e mora, sa është shumë i rëndë. Po, është shumë i rëndë, edhe i rëndë në gjitha kuptimet, dhe shumë i lehtë nga ana tjetër për të kuptuar, për të lexuar, edhe për të marrë informacion për një prej njerëzve më të rëndësishëm që ka pas kultura e rilinjes evropiane, një shqiptar, siç është Andrea Aleksi, dhe për cilën fatkeqësisht kemi ditë shumë pak. Kemi pas emrin e tij të njohur, por nuk kemi pas asnjëherë dije të thellëuar. Libri ka një autorsi 2 fishe, është mas parit të gjitha tekstet janë hartuar nga një arkitekt shumë i njohur, jashtëzakonisht i njohur jo vetëm Kroaci, por në nivele ballkanike dhe evropiane, siç është Andrej Mutnjaković, i cili, sa për t'ju kujtu ju, është autori i Bibliotekës Kombëtare të Prishtinës. Pra atij objektit i cili sot e kësaj dite shkëlqen me veçantinë e vet në atë peizazh urban që është Prishtina sotme. Në pamundësi për të ardhur në Tiranë, arkitekti i njohur, sot është 96 vjeç, ndoshta 96 vjeç fiks. Ai ka besu fotografit, pra maestro Luka Mjedh, prezantimin e librit. Tashti unë nuk mund të kaloj nuk mund të jap fjalën Lukës pa u ndalë në një moment shumë tragjik, i cili i ka noll botës intelektuale shqiptare, veçanërisht botës artistike shqiptare, specifikisht qendrës studimeve të artit, që ka pas një bashkëpunëtor shumë të ngushtë, të jashtëzakonshëm, i cili u nda prej nesh para jo më shumë se 10 ditë, bëhet fjalë për profesor Edmond Buaraja, për cilin dëshiroj të marrim një moment heshtje. I përjetshëm qoft kujtimi i profesor Buaras. Atëherë, për të mos e zgjat, po kalojmë tek biseda. Biseda do jetë shoqëruar me shumë imazhe. Luka përdor një fjalë që unë s'e kisha dëgjuar asnjëherë, sa i takon fotografisë, thotë do ta bëjmë, thotë, biseden me syrete. Pra, syret është që nga një fjalë, profesor Namiku, që ka lidhje me sa duket me fjalën sy, dhe syret e përdorin shqiptarët e moqëm për fotografinë, për imazhin, për pikturën, për çdo gjë që ndodhet brenda një fremi. Pra, le të shijojmë syretet e Andrea Aleksit. Jashtë ne kemi edhe një ekspozit të fenomenit. Mirë dita. Mirë se vjen, Luka.
Është gabimi I parë që ke bën. The first mistake. Okay. Kom me provu me fol shqip, kom dëshirë, po kom me bo shumë gabime, më falni. Foli pak arhaik që shë kom su, që shë kanë fol printi e mi, që shë kanë ditë para 80 vjetë. Ata, une kom le në Zagreb, jom kroat, po jom edhe shqiptar, se printi e mi jon kon prej Prizrenit, që ashtu të në Kroaci ka shumë shqiptare dhe ka shumë mjedana. Po du me I falenderit edhe Ministrisë Kulturës Shqipënisë, se ky libri na e kënë zotni Mutjakoviqe dhe une kena punu me bo këtë librin në kroatisht edhe anglisht, po me bo edhe shqip, s'kena pas as mundësi me finansa, po as kena pas do nikon për me përkthy. Edhe Ministria Kulturës Shqipënisë na ka nimu si sponsor edhe na I kena dhënë 100 libra për bibliotekat e qashtu. Po du mi falenderit zotni Qapalikut edhe akademisë që më keni thirë me promovu një arhitekt maj madh, arhitekt edhe skulptor, shqiptar maj madh deri sot. Do një kush një arhitekt që kom konë maj mirë duhet edhe një 50-60 vjetë me punu. Andrea Alesi është një amen që kena përdor për këtë libër, se në se cilin shtet për thirin ndryshi. Në Kroacia ajo është Andrea Aleshi. Në Kosovë për thojnë Ndre Leshi. Ai vete ka nënshkru vetin Andreas Alexius, prej Durakinus, prej Durrësit. Italian po shkruajnë për ato si Andreas Alesi. Na e kena menu, zotni Mutjakoviq, që ma mirë me pas një amen, se të tonë kajnë me majtën nërman, edhe në Gjermani, në Amerikë, gjithë kun, Andrea Alesi, se bëma ki qashtu të kanë thirë në atë vakt, shekulli 15. Ai ka hardë, kjo është, ai ka le kanë 1420 o 25, ajo është vakti Gjergj Kastriotit, Skenderbeut, edhe e kanë qu, printe e kanë qu pri Shqipënisë në Zadar, në Kroaci. Atje ka arë si 8 vjeçar, edhe ka nisë me punu me një mjeshtër që punon me gur, me skulptura që shtuth. A e konë qatë që mirë, që ka nisë me punu si asistent majtë madhin arhitektin Dalmacijës, Giorgio Dalmata, ose Giorgio Dorsini. E ka nisë me punu si asistent në katedralen në Shibenik. Këto syretat, këto televizionet e kalzojnë qysh, kjo është pak më angusht. Po, kose unë e zdi me folë në Shqip, o me thonë do në shka në Shqip, është shkruan në Shqip, edhe mund e mi lezu. A e ka shtyp gurin e varit vetë, edhe ky guri është në Split, me një kish. Që shkëm thonë, ajo është pri Durrësit, edhe si 8 vjeçar ka ardhur në Dalmaci, edhe ka jetu deri 1500 në Split, ka dek 8 vjeçar. Në atë vakt shumë I moqëm. Ka nisë me punu me Giorgio Dalmata në këtë kish,
kjo është në Shibenik. Kjo katedralja tash është bazilika shenjaku. Edhe këto veprat, edhe qëto, edhe shenjeronimi, a i ka marrë si në nënshkrimin e vetë, gjithë kun që i ka punu në palatat edhe kishat, gjithë i ka marrë këto veprat. Shka do me thonë rilindja e re? Arhitektura është kalis para rilindjes u konë gotika. Rilindja e ka marrë arhitekturën e romanit, edhe tash ka pas si një jetë ma mirë. Edhe këta, që është angels, these little agents? To është si jeta e mirë tash, e që ajo është rilindja. Dhe kjo është një nënshkrim që i ka pas gjithë në tjera palata edhe kisha që i ka bo. Kjo është mrana në këtë katedralën Shibenik. Këto e kanë se cilin kish kapel edhe palat që i ka punu. Qështu të konë si në nënshkrimi ati. Edhe tjertë e kanë pas këto, po ai e ka përdor gjithë. Që shkëm thonë, ka një si asistent me Giorgio Dalmata, a e konë qaqi mirë që ky Giorgio Dalmata ka punu edhe në Itali, e këto e kanë bo bashk në Ancona. Kjo është Loggia dei Mercati, edhe a i ka punu krejt, Giorgio Dalmata i ka bosal këto 4 skulptura që janë shumë i mirë, po këtu o paraqit Andrea Alesi si një arhitekt, jo sal skulptor, edhe jo sal si asistent. Jeta ati, s'muna me thonë, a i ka punu në Split për 15 vjetë, tonë që ka shku në Rabë, tonë që ka shku, jo, krejt ka bo në për 30 vjetë që ka punu, pak në Split, se krejt të palatet jonë konë mund ndërtu 15-20 vjetë, ose ajo katedralja në Shibenik 100 vjetë. Nuk është, nuk dinat me vakë sa shumë ka punu në Rabë ose në Shibenik. Po, kjo është për 1450 dheri 1480 që ka punu krejt këto sane. Kjo është në Split. Sot është, salde kjo japia bashkijes Splitit, e kjo kon palata rektorit, edhe o kon gjyqi këtu, edhe burgi, edhe do një shka tjetër. Këto e kanë prish ra 400 vjetë. Për këto din që jo që ka bo Alesi. Po, Zotim Mutjaković që për investigon Alesit që 45 vjetë. A i po gjetë dokumentat që po kalzojnë që konë maj miri në vakt në Split, edhe konë qaqi mirë që e ka fitu pjesën në palat Dioklecian. Me Zotim Mutjakovicin, a i po thot që e ka bo edhe këtë palatët e rektorit. Këto sane duhet me gjetë dokumentat. Kjo është do një shka si ju ose do një kush arhitektat o historianë prej Shqipënisë duhet me shku në Veneci, në Vatikan, me gjetë këto dokumentat se palati rektorit o shkru do një ku në Itali. Këto është puna për gjinë këtu me vazhdu edhe me gjetë dokumentat që shtu. Që kjo është kjo bashkia sot që është, këto është puna Aleshit.
Në Split ka bo edhe disa palata, shumë të mira palata. Kjo është palata që është tash muzej qytetit të Split. Zoti Mutnjaković tonë që i bon krejt planet, se këto planet nuk jonë, aj për i bon. Jonë detajat në këtë palat. Këtë të sanet i kom fotografu që pas 6 vjetë, edhe duhet mi falënderit konservatorët në Kroasi, se ata po punojnë shumë kadalë, po shumë po punojnë edhe disa sanet që i kom fotografu në 2018, nuk janë konë qaq mire, kur kom shku e petë në 2022, jonë ma mira dhe atë tash. Kjo është një palat qipiko i vogël. Jo, qipiko Papalić. E kjo është Casa de Oro. Që shtot inglisht, është palati i arte në Kroasi. Shumë mirë është që mas 550 vjetë, ala si kena prish këto sane. Që shkom thonë, këto sane gjithë pi Nëreqin, ka pas 6 vjetë, katedralja në Shibenik, unë e kom nisë me fotografu në 2016, po pas vjetë o konë svodi, the ceiling was in the cathedral. Pas vjetë jonë konë mshelne me Nëreq. Edhe vjetin e pare ka Nëreq, duhet shumë vjetë me fotografu me pas krejt Nëreqen. Sane më të mira i ka bon Trogir. Atje ka po shumë sane. Ka po disa palata, palati i rektorit, edhe kjo është palati Papalić, qipiko, palati qipiko, edhe kjo fotografu para 2-3 vjetë. Para 5 vjetë kërë në konë nuk o konë qaq e mirë, edhe që shpëtoj duhet konservatorët edhe këta që i Nëreqin gjithë me punu. To detalje që i ka bo para 550 vjetë, alajon si gjalla, si sot. Kjo është bori mrana, qysh jënë bo palatet, jënë konë, para se i kanë bo palatet, jënë konë shpijat vogla. To është i kanë marë, si në Veneci që i kanë bo, 4 shpija, 4-5 shpija, i kanë gjitë, edhe o konë o bori në midis. E që shtu t'jënë bo palata 3. Kjo bori është që shtu sot, se kanë prish. Kjo është nalë, këtu jonë gjinë që jetojnë, nuk është një institucion edhe kur kush të gudzon me hardë aty. Unë kom hardë, kom fotografu, kur kom dashtë. Kjo është palata e rektorit, e në dokumenta nuk është e shkruane kush e ka ndërtu. Po, Aleshi ka punu atje një 20-30 vjetë. E ka punu në katedralen, i ka bo këto palatat, ka punu me një kish tjetër. E s'ka pas asë një tjetër arhitekt që i ka punu në atë vakt atje. Edhe zotni Mutnjakovići pomenon se aje ka nis me bo këtë palatin. Qështava për para, më me kitë do një kush për këtuj, duhet me shkua me mi gjetë këta dokumentat që s'jon tash në Trogir, po jonë ose në Veneci, ose në Umbrio, ose në Vatikan, e me gjithë kush i ka bo këto sanet. Se palati rektorit o konë, dugi o konë në Veneci, duhet më konë në dokument. Kjo është palati rektorit mrana në Obor. Edhe kjo është kisha Shëngjonit,
në opozit katedrales në Trogir. Kërë bo kjo kisha, në Trogir ka nisë Andrea Lesi me punu vetën, po masanej e ka marrë në botërijën e vetë, edhe Nikola Fiorentino, që ju konë shumë i mirë skulptor. Po, që po thot, zotni Mutjakovici, ai nuk o konë bash arhitekt, s'ka ndërtu as një palat, as një kish, kur gjo. Zotni Mutjakovic po shkruan që Andrea Lesi o konë qaj që i ka menu arhitekturën, edhe ka punu edhe si skulptor, po Nikola Fiorentino o konë shumë i mirë skulptor, edhe ka bo ma shumë skulptura se Andrea Lesi. Falje. Këto e ka bo Nikola Fiorentino, e këto e ka bo Andrea Lesi. Që ashtu të përthojnë këta historian sot. Këto është, edhe këto e kanë bo bashk. E kjo është Pakzimorja në katedralen Shën Jaku, Svit Lorenz, Shën Lorenzi në Trogir. Kja Pakzimorja është vepra maj malë, maj mirë e Andrea Lesit, edhe ka bo vetë, jo me Nikola Fiorentino, po vetë. Kjo është katedrala, e këto këtu është Pakzimorja, që e kanë ndërtu mas që jo konë katedrala. Kjo është hyrja në Pakzimorjen, edhe këto e ka bo, krejti ka bo aj, këto e në detaljat Gjon Baptisti, Zoti. Kjo është mrana në këtë Pakzimorjen, që është që këtu edhe në libër. Kur vini në Trogire, kur gjithë vinë edhe turistat, hinë mrana, kjo Pakzimorja nuk është e malë, është e vogël. Dhe gjithë hinë mrana, këqyrin 2 minutat, shumë mirë, dalin jashtë. Duhet me hardhë, mu ullë, edhe me këqyrë. Se këto sanet këtu, i shofim, shumë mirë edhe dalim jashtë, po detaljat duhet me këqyrë. Kjo është shenjë Jeronimi që o konë si shanti që e pas shantin e vetë. Edhe gjithë ka bo edhe reljefa me shenjë Jeronimin. Fshat detalja ka bo që kjo është atje naltë në Pakzimorjen. Këto kur vini mrana në Pakzimorjen duhet me këqyrë detalja. Po ka njerë smuna se jo naltë, nuk duhet përqetosh kësi libri që muna me kalzu këto detaljat që që kanë po para 550 vjetë. Kjo është Pakzimorja, ku e bojnë Pakzimin, e kjo është Gjon Baptisti. Skulptura që e ka bo Alesi. Në këtë katedral, punëtoria Alesit, që ka punu edhe Nikola Fiorentino, e kanë bo një kapel shumë e mirë, e kanë gjitë në katedralen Shën Jakut, Shën Lorenzit, më falni për këto, që kjo është kjo kapelja. Kjo kapelja ka 3 nivoa.
2 dhe këta 3. Këto skulpturat si ka bo sallë Alesi o sallë Nicola Fiorentino, janë konë disa mjeshtri që ju kanë punuar në Adriatik edhe në Dalmaci edhe në Itali. Kjo kapela është një vepra rilindjes e reje që është shumë e mirë është si ato që janë në Itali. Se në Dalmaci, rilindja ka harë para se ka shku në Shqipëri, në Spanjë, ose në Ingilterë, ose në Gjermani, Austriakës kanë pas, që shtu Dalmacia o konë disa vjetë, 10 vjetë mas Italijës me përdor rilindjen. Asnjë relief nuk është njohur si tjetri, krejt jonë. Edhe një diferencë si qysh kanë punu në Itali edhe në Kroaci, në Dalmaci, është në Itali nuk kanë gur të madha. Krejt gur që i kanë pas, i kanë ble në Dalmaci ose në Istri, e ata i bojnë kishat me bricks, me tulla, e tonë që kanë një relief që i kalzojnë keshëm krejt palatio ose kisha është me gur. Në Dalmaci, guri është një 70 cm. E kur e prishin një gur, nuk është kollaj me bo tjetrin gur. Qështu edhe kjo është një sane që këta kishat e palatat jonë 550 vjetë ala nuk jonë të prishen. Alesi ka bo edhe tjera kisha, edhe tjera palata, po kanë harë turqë, kanë harë austriak, kanë harë gjermant, italiant, të tonë kanë harë edhe shumë sane jonë prishë. Se nuk kena dokumenta për krejt sanet. Salë është nëj dokument që i thotë që e ka bo nëj kishë, po s'ka dokument me kalzu ku o fsharu konë. Kjo është svod. Qështu është svod? Tona, qështu? Kapela, mirë që. 99 copa janë këtu. Dhe se cilë është diferent. Nuk janë njosh. Kjo është Jezus Kristi. E tash, qështut është sot? E qështut duhet më konë? Qështut o konë kur e kanë ndërtu? Kjo është Blazheni Ivan, ky i peshkvi e kanë bo vorin si për oltarit. S'po e shini Krishtin iq. E qështut duhet më konë. Mundet më konë vori, po duhet me pak këto skulpturat. E tash duhet me bo, duhet me, kom se keda me fuqi me nrysh, me bo nryshi. Alesi edhe Nicola Fiorentino kanë punu edhe në Itali, edhe Josan Ancon, e kanë punu në këtë kish në ishuj San Nicola, ishuj San Tremiti. Ata e kanë bo këtë portalin. Kjo kisha është për shekullit 19, po këto e kanë vyt me bo një portal 3, 1460 o qështu. Ate
këta gur ma shpejt po prishen se është i shull edhe shumë ka edhe wind, air edhe the sea and so on. Kur s'ka bo pallate ose kishe, shumë ka bo releva për kisha, për mishit, se ai o kon gjithë në Split, o kon martun, po nuk ka pas fëmi. Ka punu edhe në Rab, i shullit Rab, që është nga Rjekës, edhe ka punu, ka bo palata, po tash kanë najtë salë dhe këta portalat edhe që alan në Rab. Kjo është palati Cernota, detalji në portal. Kjo është palata Nimira, edhe sa këta portalat kanë najtë edhe mrana shtëpiat ndryshoj, janë prish, po detaljat ala janë shumë mirë. Këto relefat, kjo është guri i varit biskupit Skafa, peshkopit Skafa, kjo është kretë për shkund, ma mirë se unë e qimit të folë. Katedrale atje në Rab ka punu shumë, se ka bo katedralen, se katedrale janë konë para disa shekull, atje janë 4 kapela, ka punu shumë këto kapela. Detaljat, kjo është në Trogir, ka punu, kjo është guri varit në kishë Shën Dominik. Edhe qishta, kur s'kanë punu palatet të kishë, tonë që ka bo relevat ma të vogla, që i kanë shqitë, që shtu të kanë jetu. Edhe shumë releva kanë bo, na i kena këtu në këtë liber, janë 2 në Dubrovnik, një në muzej në Split, një është në Zar, ka edhe në Veneci, edhe ka edhe në Liverpool. Ka van mi gjetë të tjertë, po do një kush prej historian që janë madhëri, duhet me nisë mi gjetë këto sanet. Shumë që shka jetu në Split, edhe shajnti që ka pas si shajnt vetim, o konë shenjë rënimi, edhe a ka punu shumë këta relevat për nga të Splitit, atje është një semi ishu, Marian, edhe është një atje janë 6-7 kishat vogla, kapela, edhe ai ka punu shumë këta relevat shenjë rënimit për këta kapela. Edhe që këto është zotni akademiku Andrija Mutnjaković, unë jam këtu në San Nikola i Shujt, kur kom fotografu. Faleminderit shumë. Faleminderit Luka për këtë prezantim jashtëzakonisht interesant. Ju lutem, kush ka pyetje për Lukën, jeni të lutur të ndërtojmë një bashkëbisedim. Po. Jo, nuk dim. Dim që ka ardhur në Zadar,
me prifta, atje o kon një franciskan, që o kon atje në Zarë, e kush e ka qu, bon, aki franciskan pri Shkodrës o pri Lezhit, që shtut menojmë, ai që o kon Zadër, që o kon punëtor me guru, ai o kon me amën Marko, po o kon atje. Që to dim që i ka harë si 8 vjeqar, kur ka nisë në cilën vjet ka nisë si asistent me punu me Giorgio Dalmata, që to vjet jonë që është në liber jonë vjet, nuk është eksakt as një vjet, po është dekada që ka punu. Shka ka me printe ati, nuk dim. Po në ata vakt me luftat që jonë konë 1430-40 pas s'kan pas as nuk kanë shkru ata. S'ka pas kush mi qu. As për shumë këta arhitektat edhe skulptora ka do një kun në vizatim ose në skulptur që i kalzon që shokon. Për Alesin nuk ka kërgjo. Ala. Po, që shta, duhet këta trit me nisë me... S'ka kërgjo, asë një vizatim, asë kërgjo për ato. Po, bomba kido një kun ka. Vetëm në nënshkrimin nga Durrësi. Po. Të këtanë. Po, dy ka në nënshkrimin pagësimorën në Trogir, edhe në Gurit Varit që është në Split. Që to i ka nënshkru, unë jom e Pirota nga Durrësit. Do një kush thot që është Andrea A. Lezio, pri Lezhit. Po, s'ka dokument që i thot që Nga ishu dhe i Lezhës. Po duhet me atërës nuk janë konë shtetit, edhe këta vanet dvogla në Itali s'kan ditë, ose në Dalmaci ku është Lezhi, ka thonë pri Durrësit jomë edhe qështu, po. Jo është do një shka që tjertë mundën me investigu. Që është shtu. Si vjetë, për një muje gjysë, kom Zotin Budnjaković dhe une pesosim, shtypim një monografi si to, salë për katedraljen e Shibenikut. E petë kom konë sanet që i ka punu edhe Alesi, po ma shumë që i ka punu Giorgio Dalmata. Shështu të Zotni Budnjaković është 95 vjeqar. Unë jam shumë ma i ri. Pa jo shumë i ri. Po? Did he study the archives in Croatia? Zotni, dokumentat për Aleshin janë shumë mirë në arkivat në Kroaci. Zotni Budnjaković ka nish me investigu Aleshit kur ka punu në Kosovë, në Prishtinë, që ja ka bo bibliotekën Kosovës. Ajo ka bo. Edhe atje në 1977-79, a i ka për vetë atje, a dini ju kush është Andrea Alesi? Jo. Po ju spjegoj. Edhe ka shkru 10 javë në gazetë Rilindja për Andrea Alesit. Edhe masane e kanë bo një libër. Shqip. Edhe ai ka arkiva ati është me një apartement që punon, se cilën ditë shkon me punu, edhe kreti ka dhonë tash Akademijes Kroacijes.
Po ai kqyr edhe në internet. Kur lexon do diçka që është një dokument që po spjegon, ai pagun me marrë qatë dokumentin. Tonë që e gjithë do një kush që nuk është kollaj me përkthy italian o latinisht i 15 shekull ose 18, nuk është njosh në Veneci, në Urbino, në Rimini, nuk është njosh. Duhet edhe kanë shkru me dur, e nuk është kollaj as me lexu shka kanë shkru. Po ai pagon gjint ai punon sall me dokumenta. Jo, po më duket se kjo mundet më konë qështuth. Ai po e donë dokumenti. Tonshi po thot, me dokumenta që i kom une, që i kom pa, që jonë, këto po thojnë që e ka bo Aleshi, jo ky, jo ai, e qështuth. Por ai kur nuk thot, ai s'ka bo kur gjo. Jo, ky ka bo qëto. Tjertë duhet me kalzu, me gjetë dokumentat që spjegojnë këto të. Arhivat, Kosovë s'ka pas kur gjo, se di shka keni ju këtu. Ko se keni do një shka, zotni Mutnjaković kishtë i dasht mi pas kopijat. E qështu. Faleminderit pra, edhe një herë, du t'ju lajmëroj se takimi i radhës që do jetë në fund të tetorit, kemi të ftuar zotin Bejtullah Destani nga Prishtina, i cili do prezantoj për herë të parë dosjen e Viktorit Çatin Saraçi, i cili ka jetuar në Londër për gati për gjithë jetën e vet. Dhe ju ftoj që të jeni të pranishëm. Dhe me këtë rast du t'ju prezantoj edhe kalendarin e vitit 2025 që Luka ka përgatit me imazhet e Andrea Aleksit dhe është i lutur që vaso një dhuratë për akademinë. Next time. Faleminderit.